Edicioni i tretë i Ferma VIP ka nisur zyrtarisht duke sjellë një risi të madhe që në start për herë të parë moderimin e këtij formati e mori prezantuesja e njohur Arbana Osmani. E njohur për vite me radhë si figura kryesore e Big Brother në Shqipëri, Arbana kishte prezantuar disa edicione të këtij formati, përfshirë edhe 2 spektakle VIP me shikueshmëri shumë të lartë. Megjithatë, në mënyrë të papritur, në edicionin e tretë ajo nuk vazhdoi më si moderatore, ndërsa në vend të saj erdhi Ledion Liço, që prej asaj kohe shpeshherë është vënë re një thumbim i nënkuptuar mes 2 prezantuesve, qoftë përgjatë paraqitjeve televizive apo përmes postimeve në rrjetet sociale, dhe duket se një mesazh i tillë nuk mungoi as në hapjen e Ferma VIP 3. Në fjalin hapëse të spektaklit, Arbana Osmani deklaroi: Ferma VIP është një format origjinal i cili patjetër në qendër ka konkurrencën, por ka diçka më të rëndësishme se konkurenca, punën, disiplinën, bashkëpunimin, atë që ndoshta kemi nevojë ta shohim pak më shumë në ekranet tona. Duke qenë se Ledion Liço prej 2 vitesh drejton formatin më të ndjekur në Shqipëri, të pjesë shumë e interpretuan si një thumbë të drejtë për drejtë, duke lënë të kuptohet se ekranit shqiptar i nevojiten qasje të reja. Një tjetër detaj që u komentua gjerësisht ishte edhe përzgjedhja e këngës Ëndërroj të Altin Goci për hapjen e spektaklit. Kjo këngë kishte qenë një hit i lidhur ngushtë me edicionet e para të Big Brother VIP Albania, ku refreni i saj i drejtoi yjeve, një term që Arbana e përdorte shpesh për banorët e shtëpisë. Madje Altin Goci e kishte performuar këngën edhe live në skenën e Big Brother VIP Albania, çka bëri që përzgjedhja e saj për hapjen e Ferma VIP 3 të mos dukej thjesht rastësi për shumë ndjekës. Sido që të interpretohen këto detaje, mbetet për tu parë se si do të zhvillohet dinamika në vazhdim mes 2 kolegëve dhe nëse thumbimet e nënkuptuara do të vazhdojnë edhe në javët në vijim. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.